është kthyer në vëmendje të njerëzve çështja e Ervis Martinajt, nga që babai i tij Mustafa Martinaj ka dëshmuar në GKK ku ka deklaruar që djali i tij është vrarë. Pse po dëshmon Mustafa Martinaj dhe çfarë ka thënë konkretisht? Klodi filloi me jo. Dhe mbetemi te kjo pikë si një moment mjaft i rëndësishëm, ka shumë kohë ku Ervis Martinaj është zhdukur dhe i ati për të dytë tani ndoshta, po më fort deklaron në gjykat që djali i tij është vrarë. Mund të di përveç ç'tha dhe babai, pse ai e di që është vrarë. Plus pse ishte thirrur dhe tjera. Zoti Mustafa Martinaj nuk ishte në proces penal në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ai erdhi aty me qëllim që të dëshmonte në procesin që lidhet me sekuestrimin e pasurive. Mund të kemi foto, po, të zotit... Jo vetëm pasuri që janë në pronësi të Mustafa Martinaj, por edhe të birit të tij Ervis Martinaj dhe personave të bashkëlidhur. Në këtë kuadër, prokuroria kishte kërkuar dëshminë e Mustafa Martinaj dhe patjetër që palët kanë të drejtën të sjellin argumentat e tyre për të provuar që pasuria është e ligjshme, sepse këtë pretendoi gjatë gjithë kohës Mustafa Martinaj. Dita e sotme ishte e treta në radhë që ai paraqitej për të dëshmuar, por dy herë të tjera nuk kishte arritur dot të rrëfehej përpara gjykatës së posaçme dhe sot arriti të jepte dëshminë e tij. Në thelb dëshmia lidhej me faktin që ai u përpoq të binte gjykatën që e gjithë pasuria e sekuestruar është pasuri që rrjedh nga burime të ligjshme dhe tha që ka qenë nga viti i largët 97 që ka qenë, pra fillimisht ka punuar si zyrtar në institucione të ndryshme, më pas i ka hyrë rrugës së biznesit dhe pretendoi që ka punuar si kambist, por edhe me pika të këmbimit valutor të ndryshme dhe ka patur ekskluzivitete dhe për këtë arsye pretendoi se ka patur edhe pra mundësi të mëdha financiare për të justifikuar pasurinë e tij dhe për këtë arsye ai u përpoq që të sqaronte këtë pjesë, por nga ana tjetër nuk la paprekur edhe zhdukjen e të birit dhe pretendoi, të paktën në gjykatë, që djali i tij nuk jeton më dhe tha që mua më vjen turp që vi përpara gjykatës dhe nuk pyetem për zhdukjen e djalit dhe për vdekjen e djalit, por pyetem për recka dhe për beton. Dhe në fakt, pa dhënë detajet më teshme, ai tha që familja e tij është persekutuar si pas zotit Mustafa Martinaj, sepse që pas zhdukjes së të birit në gusht të vitit 2022, ka patur të paktën 23 kontrole nga ana e policisë së shtetit, me idenë, duke lënë nënkuptohet që policia dyshonte që ai edhe mund të ishte gjallë. Unë e kam pyetur personalisht kur doli jashtë, se çfarë informacioni kishte marrë nga autoritetet lidhur me hetimin për zhdukjen e të birit. Ai tha që unë nuk luaj bigjoz, pra duke nënkuptuar që nuk luaj bigjoz me jetën e tim biri, por tha që nuk është një përgjigje që mund ta japun, duhet ta japin autoritetet. Në fakt, unë kam një pikpyetje ose një kritik në lidhje me autoritetet shqiptare, mendoj që nuk kanë bërë sa duhet sa i përket hetimit të rastit për zhdukjen e Ervis Martinaj dhe për vrasjen e Brillant Martinaj. Për shembull, sot që flasim, nuk është pyetur ende babai i Brillant Martinaj lidhur me ngjarjen e ndodhur te mbikalimi i Fushkrujës. Pra, një prokurori e cila ka një masakër me 3 të vrarë, Brillant Martinaj dhe 2 miqtë e tij dhe babai vet nuk ka dhënë asnjë shpjegim dhe nuk është thirrur për të pyetur lidhje me konflikte që mund të kishte i biri, me dyshime që mund të ketë ai, me dhënat që mund të ketë siguruar. E para, e dyta, nuk është marrë një dëshmi detajuar pavarësisht se është dënuar jeton Lami, ish shoqëruesi Ervis Martinaj dhe ish oficer i forcës posaçme operacionale dhe që mendoj është kutia e Pandorës në atë histori, nuk është marrë një dëshmi e detajuar. Unë di që jeton Lami përpara se të zhdukej pranë kohën që zhdukur Ervis Martinaj ka shkuar në familjen e tij dhe ka patur biseda me familjarët, sigurisht ai nuk ka treguar të vërtetën dhe mendoj që në qoftë se ai do të kishte folur që në momentet e para Ervis Martinaj, pra fati Ervis Martinaj do të ishte zgjitur. Dia ma ka mësuar sfundimi që ish drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Gledis Nano nuk e ka takuar jeton Lamin vetëm në zyrën e tij, por e ka takuar edhe në ambientet e paraburgimit, aty ku mendohet që ai ka marrë të dhëna sa i përket fatit të zhdukjes së Ervis Martinajt. Dhe në këtë kuadër, duke qenë se SPAK e ka edhe subjekt procedimit penal, duhet patjetër që t'i thras këto persona, t'i marrë në pyetje dhe ta tërheq dosjen nga Prokuroria e Lezhës, sepse Prokuroria e Lezhës nuk mendoi që ka kapacitetet e duhura për të bërë një hetim të një natyre që lidhet me zhdukjen e Ervis Martinajt. Kjo për shkak kompleksitetit të çështjes, për shkak të shumësisë së grupeve kriminale, janë paktën 5 grupime kriminale të cilat mendohet që janë përfshirë në zhdukjen e tij.
Ama një gjë është e sigurt, Ervis Martinaj, sipas ose të paktën familja pretendon që nuk jeton më, sepse gjagja i vet pretendon që vetëm pak minuta përpara se komunikimi me të ndërpritej, ai ka patur bisedë me të, i ka dërguar mesazh dhe i ka thënë po kthehet në banesë, dhe pikërisht kur ai ka shkruar për ta pyetur, telefoni i tij dhe ai mesazh që është në telefonin e Faik Martinajt nuk është marrë nga ana autoriteteve. Kështu që në këtë aspekt familja Martinaj ka të drejtë të di fatin e të birit, por po ashtu të mësoj edhe për vrasjen e Brillant Martinajt. Pavarësisht kush ishte Ervis Martinajt, pavarësisht që ai ishte i përfshirë në konfliktet e lërave të fatit, ishte në përplasje me shumë grupime kriminale, ishte i përfshirë në krim të organizuar, po pavarësisht profilit që ai kishte, patjetër që zhdukja e tij mund të zbardh më pas jo vetëm shumë ngjarje kriminale, por në një farë mënyre mund të zgjidhë edhe ato konfliktet cilat janë të hapura. Pra pak a shumë kjo ishte gjithçka që ndodhi në gjykatën e posaçme. Sa i përket fatit të Ervis Martinajt, autoritetet nuk kanë thënë asgjë, për spakun ai është një pandehur për krime të rënda, ndërkohë që për prokurorinë e Lezhës është një person i cili rezulton i zhdukur të paktën për momentin, sepse ka dhe një vendim të gjykatës që i ka shpallur të zhdukur, më pas duhet shpallet i vdekur që të kalojnë dhe interesat pasuror dhe pjesa e të dhënave që lidhen me fëmijët, me kujtestarinë e tjera me radhë. Jam shumë okej me gjithë ato situati, por në botën ku ne jetojmë, në botën e vjetër, po dhe atë moderne, ka patur rastet pa numërta që nuk zbulohen. Jo, mund të mos zbardhen, zoti Rakipi, patjetër, por ama që prokuroria, të lutem, prokuroria... Jo, se ka një gjë. Jam shumë okej, thashtë. Babai Brillant Martinajt ka marrë një mesazh nga NIP-i përpara se ai të humbiste kontaktet përfundimtare. Si është e mundur që nuk është thirrur deri në këto momente nga prokuroria për të pyetur? Dhe këto pretendime i ngre familja Martinajt. E dyta, zoti Martinaj tha sot në seancë që unë kam ardhur dhe kam folur, ju nuk keni patur asnjë sinjalizim. Unë dua sërish të flas për këtë çështje. Pra familja mendoi që ka të dhëna dhe autoritetet kanë qëndruar pasive për të marrë informacion prej tyre. Këtë po them. A mund të ndodhë që ajo ngjarje të mos zbardhe? Mund të ndodhë, më ndodh në gjithë vendet e botës që ka persona të zhdukur dhe 30 dhe 40 dhe 50 vjet. Rasti një gruaje në Amerikë u zbardh para safro 50 vjetësh. Vetëm pak muaj më parë ishte kryefjalë e mediave në Amerikë. Nuk po them këtë, po them që nuk janë bërë përpjekje fare. Pra ne kemi një ish oficer të forcës së posaçme operacionale, që 10 ditë më parë, të lutem, 10 ditë më parë, rahu një oficer policie në Kamës, dhe ndërkohë nuk merret në pyetje për rastin e Ervis Martinajt. Ndërkohë që është po i njëjti oficer policie, që është i fundi që ka kontaktuar me Brillant Martinajt përpara se ai të vritet. Këto po them. Pavarësisht profilit që Ervis Martinaj ishte një person, jo për ta sqaruar se Ervis Martinaj ishte një person i futur thellë në krim të organizuar, mund të dënohej për krimet që kishte kryer, ama duhet ketë një hetim serioz për zhdukjen e tij.